Krishti u ngjall. Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, nëse patëm vëmendjen e dur, në ungjillin sipas Johanit sot dëgjuam këto fjalë. Midis atyre që kishin shkuar në Jeruzalem për të adhuruar gjatë Pesës ishin dhe disa grek. Ata shkuan te Filipi, që ishte nga Betsaida e Galiles, dhe ju lutën: Zotëri, duam të takojmë Jesuin. Filipi shkoi i tha Andreas. Pastaj Andrea dhe Filipi shkuan e i thanë Isuit. Isui u përgjigj: Erdhi ora të përlëvdohet Biri i njeriut. Me të vërtetë po ju them se nëse kokra e grurit që ka rënë në tokë nuk vdes, mbetet e vetme, por nëse vdes, jep shumë frut. Kush e do jetën e tij do ta humbas, e kush e urren jetën e vet në këtë botë do ta ruaj për jetën e amshuar. Nëse dikush më shërben mua, le të më vi pas, a dhe atje ku jam unë, atje do të jetë dhe shërbëtori im. Nëse dikush më shërben, ati im do ta nderoj. Këto ishin fjalët e Krishtit, i cili i tha përpara popullit jude, por edhe përpara grekëve. Për çfarë grek bëhet fjalë? Kur dëgjojmë në shkrimin e shenjtë për grek, nuk bëhet fjalë për ata që ne njohim sot në një territor, por bëhet fjalë për paganët ose greqisht folësit, ata që flisin greqisht, të cilët kishin ardhur në Jeruzalem, kishin dëgjuar për famën e Jesuit, për bëmat e tij, mrekullitë e tij, dhe kërkonin ta shihin Jesuin. Ky ishte ndryshe nga ajo çfarë ndodhte me judejt, të cilët edhe pse kishin parë kaq mrekulli nga Jesui, kishin dëgjuar kaq fjalë që nuk kishin dëgjuar ndonjëherë, ata prap i rinin kundra Jesuit derisa duke u manipuluar edhe nga kryepriftërinjt e kryqëzuan Jesuin. Por këta grek kërkonin ta shihnin Jesuin. Këta përfaqësojnë kombet, të cilët do të bënin pjesë e popullit të ri të Zotit, popullit të krishterë. Dhe jo më kot u ngjidhi, u përkthye në greqisht dhe u përhap në gjithë botën, që gjithë bota ta dëgjojë u ngjidhin në gjuhën e kombeve, që në atë kohë ishte greqishtja dhe sot janë në gjithë gjuhët, ku u ngjidhi është i përkthyer. Dhe Krishti tha ato fjalë të cilat janë aktuale në çdo kohë. Pra nëse kokra e grurit nuk vdes, ajo nuk jep frut. Dhe ai që do të shërbej, ati im do ta nderoj atë. Dhe kush do ta ruaj jetën e tij do ta humbas. Kush e humbi jetën e tij, në një vend tjetër na thuhet për mua dhe për ungjillin, do ta fitoj. Këto fjalë nuk janë thjesht retorik, nuk janë filozofi, janë realitete, janë aksioma shpirtërore, të cilët ata njerëz që i kanë besuar dhe i kanë provuar në jetën e tyre, këto fjalë të Krishtit janë realizuar. Dhe sot Kishana Ortodokse mblidhet në kujtim të një shenjti shumë të madh, shumë të dëgjuar, shumë popullor, të Shën Joan Rusit, i cili lindi në një periudhë rreth shekullit të 18, në një periudhë të vështirë. Ishte nga Ukraina me origjinë dhe u lind në një shtëpi me prindër besimtar dhe në luftën ruso-turke ai vajti ushtar. Por e kapën bashkë me shumë të tjerë dhe atëre e morën si një sklav dhe e shitën. E shitën tek një musliman, i cili ishte nga Prokopi në zonën e Turqisë, me origjinë shqiptare. Dhe ai e mori Joanin si një sklav dhe bashkë me të tjerë, dhe jo vetëm e detyroi Joanin të bënte punët e rënda të shtëpisë, por mbi të gjitha u interesua që Joani të mohonte besimin e krishterëve, të bëhej musliman. Të tjerët pranuan, Joani jo. Edhe pse ndaj tij u përdorën metoda të dhunshme, rraje, ofendime dhe keq trajtime, ai nuk pranoi. Ai thoshte padronit të tij: në qoftë se më lë të lirë të besoj, unë do të bindem. Dhe kështu qëndronte. Më në fund, padroni i tij e la të lirë dhe e çoi të rriste dhe të kujdesej për kuajt dhe të jetonte në stallën e kuajve. Atje Joani pranoi që të shërbente, por besimin mos ta mohonte. Lutej në stallën e kuajve, në atë vend ku rinin kafshët, dhe shkonte fshetas në një kish afër, në një kish të Shëngjergjit.
I thoshte Perëndis Isu Krishtit, ashtu si që ti erdhe si i huaj në i vend huaj, edhe unë jam i huaj në këtë vend. Por të kam ty o Zot, më mjafton ti. Dhe kështu ai përparonte në jetën shpirtërore, shenjtëroi në mënyrë të padukshme, e humbiste jetën e vet për ta fituar atë në Krishtin. Dhe hiri i Shpirtit Shenjtë e pastroi, e ndriçoi, e shenjtëroi. Dhe ai u bë një shenjtor i padukshëm midis atyre njerëzve. Tregoj një herë se si padroni i tij me emrin Hasan shkoi në Mek, kur gruaja e tij bëri një drek dhe nxori pilaf, një gjellë që padroni dhe zotria e saj e pëlqente, ajo tha, sa do ishte i kënaqur zotria të hante nga ky pilaf. Atëherë Shën Johani me shumë përurësi tha, zonja çoj unë. Dhe kërkoi një enë të mbushur me pilaf. Të tjerët qeshën, duke menduar se ose do ta hante vet, ose do ja çonte të varfërve, siç bënte gjithmonë me racionin e ushqimit të tij. Por Johani vajti e u lut. Dhe ashtu siç ndodhi mrekullia me profetin Daniel, që ishte në shpellë dhe atje u dërgua gjellë nga Zoti, kështu edhe Johani tha Perëndi, çoja këtë ushqim zotrisë tim në Mekë. Dhe pjata u zhduk. Johani tha, zotria e mori pilafin. Të tjerët qeshën. Por kur ky erdhi nga Meka, pra zotria e Johanit, ky musliman, erdhi dhe solli me vete dhe pjatën. Kishte ndodhur një çudi. Kur ai kishte vajtur në shtëpi në Mekë, kishte parë brenda shtëpisë vet një pjatë me një pilaf të ngrohtë. Dhe pa që pjata ishte nga shtëpia e tij me inicialet e tij. Të gjithë kur e morën vesh këtë mrekulli, filluan ta nderonin Johanin. Madje i thanë që mos rrimën në shpellë, i dhanë një ambient më të mirë, por ai nuk pranoi. Ai kërkoi të qëndronte atje deri në fund. Dhe atje i falej Zotit. Atje bënte luftën e tij të padukshme. Dhe erdhi koha që të largohej nga kjo jetë. Kërkoi të kungoj dhe prifti duke pasur frikë për t'i çuar kungatën, ja futi kungatën në një moll dhe ai mbasi u kungua, atëre dha shpirtin tek Zoti. E varrosën si një skllav, duke menduar si një njeri i pavlerë. Por ai ishte shumë i vlefshëm tek Zoti, sepse ai e mohoi jetën e tij për Krishtin dhe ishte i shenjtëruar, jo vetëm në shpirt, por dhe në trup. Dhe Johani mbas 3 vjetësh ju shfaq priftit asaj zone dhe i kërkoi që të zhvarrosej trupi i tij. Dhe kur zhvarros, trupi i tij ishte i paprishur, vinte aromë, shenjë e shenjtërisë. E morën dhe vendosën një kish në kishën e Shëngjergjit dhe pastaj ndërtuan një kish tjetër. Dhe kështu u bë një, si them, një lipsan i shenjtë, një vend mrekullish. Por turqit, duke pasur zili për shenjtërinë e tij dhe duke qenë kundër krishterëve, një ditë kërkonin ta digjnin trupin e tij. Bë një zjarr të madh, por çudia ishte se trupi i tij nuk u doq. Por Johani u shfaq dhe turqit u friksuan dhe lan lipsanin, i cili nuk u doq, por u nxi për shkak të tymit. Dhe sot e kësaj dite lipsani Shën Johan rusit është i paprishur, por i nxirr. Kur u bë shkëmbimi i popullsisë, atëre krishterët që ishin në zonën e Turqisë në atë kohë, erdhën në Greqi dhe e morën me vete dhe thesarin e tyre. Morën me vete lipsanin e Shën Johanit. Dhe është ndërtuar një kishë e madhe në Prokopi të Greqisë dhe aty është dhe lipsani i tij, që dhe sot është një ditë panairi, jo vetëm në atë vend, po kudo në kishën ortodokse nderohet ky shenjtor. Dëgjoni, rrugët e shenjtërisë janë të ndryshme. Mos mendoni se ti je një shenjtor duhet bësh vepra të mëdha, të ngjallesh, të vdekur ose të shërosh. Jo, nuk është kjo rruga e shenjtërisë. Madje ne kemi shenjtor shumë të mëdhenj. Shën Johan Parenci Pakzori, i cili në jetën e vet nuk bëri ndonjë mrekulli, por ai e tha dhe jetoi të vërtetën. Ti je shenjtor, do thotë të jetosh të vërtetën në Krishtin. Në vendin ku ti je, në shërbimin që ke, aty duhet shenjtërohesh. Dhe njerëzit më të mëdhenj tek Zoti janë ata njerëz të padukshëm, njerëzit e përulur, njerëz të cilët nuk kërkojnë merita, por gjithçka e bëjnë për lavdi të Perëndis fshetas. Shën Johan Rusi
është një shembull për të gjithë, që kudo që t'jenë, në çfarë do rrethane që t'jenë, edhe në vend huaj t'jenë, edhe pa njerëz të tyre t'jenë, ata nuk janë të vetëm, ata kanë Zotin. Dhe aty duhet të shenjtërohen. Të dashur krishterë, ne kemi nevojë për shembuj e shenjtorëve, sidomos në këtë kohë të vështirë. Koha është shumë e vështirë, pavarësisht se ndoshta dikush nuk ka sy për ta parë ose vesh për dëgjuar. Mëkati është shumë i madh. Dhe patjetër mëkati kërkon shpagim. O do ta pagoj Krishti me gjakun e tij, o do ta paguajnë njerëzit me gjakun e tyre. Dhe dua ta mbyll këtë bisedë me një dialog të Shën Arusit me një tjetër shenjtor shumë dëgjuar, Shën Jakovi i Caliqesi. Shën Jakovi kishte një misi shumë madhe me Shën Joani, shkonte gjithmonë te lipsani i tij dhe i kërkonte ndihmë. Dhe njëherë pati një dialog. Shën Jakovi pa që Joani në lipsanin e tij, në arkën e tij lëvizi dhe filloi të fliste me Jakovi. Dhe i thot Joani: "Vllai im, vërtet u vin shumë të krishterë, por pak janë të krishterë. Pak janë ata që besojnë. Unë jam i gjallë, unë lëviz, unë shkoj midis njerëzve, dëgjoj, ata nuk më shohin. Dhimbja është shumë e madhe, por dhe mëkati është shumë i madh. Prandaj tha Shën Joani, ka nevojë për një luftë." Shën Jakovi tha: "Jo shenjti im, tha, sepse tha unë ka vojtur shumë nga luftra edhe në Turqi, edhe ku erdhëm këtu në Greqi. Madje edhe po të ketë një luftë, njerëzit do të mbasin." Jo, tha Shën Joani. Mëkati është shumë i madh, duhet luftë. Dhe kështu e mbylli dialogun. Të dashur të krishterë, mëkatet që ne bëjmë dhe mëkatet që bën bota, patjetër nuk u mbasin, nuk shkojnë në eter. Ajo është një energji negative që duhet patjetër të shuhet. Po kush do ta shuajë atë? E tham, o gjaku i Krishtit ose gjaku i njerëzve. Prandaj le të rendim tek Perëndia, të përulemi, të pendohemi, të largohemi mëkatit dhe të heqim to energji negative që e keqja mos bie mbi ne dhe mbi fëmijët tanë. Por nuk kemi detyrë vetëm për veten tonë, ne kemi detyrë për botën. Krishterët janë thirrur të shpëtojnë botën, por nëse krishterët nuk jetojnë si krishterë, ata janë një fatkeqësi për veten e tyre dhe për gjithë njerëzimin. Prandaj le të marrim shembull nga të tillë shenjtor, aty ku jemi, të shenjtërohemi për veten tonë, për familjarët tanë dhe për njerëzit tanë, që Zoti të ketë mëshirë për këtë brest pa besë moral dhe mos na dënoj ashtu